Dhe vje rasti që të shpejt dhe qash një rrugdalje. Ky është fshati Tërnaf. Asnjë za, asnjë zhurmë. Por unë do t'ju tregoj pamjen e këtij fshati piktoresk dhe natyrën e mrekullueshme. Të thrasun me ma, këtu jetë më hep vetëm kjo ka. Si është jeta në fshat, për dallim nga qyteti? Po thashëm, ne vetëm kemi kryer sekretari i komunës, i sam biznismenat një kombi, ta bim neje. Për çfarë? Për një ditë mjavët për mësivar. Të kaloje furgoni. Tërnava. Nga Tërnava në qytet. Nuk keni transport momentalisht. Jo, s'kema qaj lafën e kretari, u bëna fauën. U vënu, a? U bëna fauën kretarë. Si zakonisht kretarët Po e fjerë, në salbeta të bëj këshov, të bëj këshov nësi nashtë me stru që këshu për to. Ki thot, në shuafim që të fitojmë, Një fshat jo më larg se 9 kilometra nga qyteti Gostivarit. Për fatkeqësisht, migrimi ka bërë të sajan. Nuk ka ngelur asnjë zhurmë dhe zë i fëmijëve, dhe asnjë zë nga banorët. Kanë migruar në për perëndim apo kanë dalë në për qytet? Në majnë në për qatë veçë. Si Italia, si Amerika, si Fshati vazhdon me Austria, Fshati vazhdon me blegtori që pas ka dhe si Zvicra. To në shiferi ka 500. Sa ka 500? Ha, taj sa ka nërë nuk e di për që. Mua më intereson ambulanta e fshatit ku është. Sërnov, Sërnov është. atë është për urgent. Gjithë fshatrat shkoni aqe. Në fshatin e Sërnovës. Ku shaj registratë Sërnov, pas e neve në vjep të zhjerë në shkërbëj. Më që vjen lartë deri në qytet. Në këtë fshat që dikur ishte plot jetë, sot mbizoton heshtja, shtëpitë janë mbyllur, rrugët thuajse bosh. Fshati është zbrazur, por mes kësaj qetësie, rastësisht takuam një banor të vetëm që ende jeton këtu dhe mban gjallë kujtimet e vendit të tij. Si të mos kthehesh sërish në këtë fshat, me këtë qetësi dhe mikpritje që rrallë i gjen. Kjo ishte Tërnava.